Çfarë bën një milioner të lumtur si puna e Idris Morinës? Çfarë bën të lumtur Idris, du me ditë? Suksesi edhe më shumë frymëzon për shembull kur ta di ne kemi momentalisht tash për 50 punëtor, kur jam i lumtur kur e di që secili nga familjet i ushqen 50 familje. 50 familje, kjo është më sparë, në radhë parë, kjo është kënaqësia e më madhe. Kurse ana materiale, gjithkusht thët, domethënë vjen fjala popullore, jo shnosh, nuk është e vërtet. Leku ose paja vyn me jetu. Mirë, por nuk do mund që gjithçka, mirë, po pa ato nuk funksionon. Pa ato nuk bën. Po të lumtur nuk bën paja të lumtur? Mbarët, ka po. Jo gjithmonë, po në disa raste po. Okej, në disa raste të bën të lumtur. Ose mundesh me kthyer një film komik s'ka lidhje. Edhe atë bash i lumtur. Me film po. Mirë, po paja mundet me të lumtur. Mundet me të bëhet lumtur. Mundet. Okej. Parja mundet me të bëhet lumtur. Tash ideja është Idris që ti Ti do me po parë tash, apo? Po. E tash e ka të me ditë qysh me po parë. Po qysh me po parë, tash kjo është ideja. A është më vështirë me kriju një biznes apo me mbajt një biznes? Dyja të vështira. Mirë, po me krijohet diçysh me disa shtylla thamone, me majto pak më problem. Me majt është më problem se sa me kriju biznesin, apo jo? Ashtu është. Apo si suksesin realisht? Po, suksesin ose biznesi, se biznesi don edhe, si të them, duhet çdo san që e ke, duhet ta mbash. Domethënë, mbajtja shumë është e vështirë. Duhet kesh shumë vullnet,